Përjashtimi I papritur I Kristi Lamajt nga shtëpia e Big Brother VIP Albania ka tronditur jo vetëm dinamikat brenda lojës, por edhe rrjetet sociale, ku diskutimet kanë marrë flak që në orët e para pas transmetimit të lajmit. Zarfi I Zi, ai moment që në historinë e këtij formati ka paralajmëruar gjithmonë vendime drastike, këtë herë solli një nga largimet më të bujshme të këtij sezoni. Publiku mbeti I habitur nga mënyra se si u komunikua vendimi. Në ekran u shfaq njoftimi zyrtar I produksionit, ku Kristi Lamaj përjashtoi menjëherë nga gara. Pa votim, pa nominim, pa një paralajmërim publik të mëparshëm. Një lëvizje e fortë që la shumë pikpyetje në ajër dhe nxiti një val reagimesh online. Ndërkohë që fansat prisnin me padurim reagimin e parë të ish banorit, syt u drejtuan menjëherë nga llogaria e tij në Instagram. A do të shpërthente me akuza? A do të jepte një version të tij të ngjarjes? A do të sqaronte arsyet që çuan në përjashtimin e menjëhershëm? Reagimi erdhi, por në një formë që askush nuk e priste. Kristi vendosi të ripostoj në Insta Story pikërisht njoftimin zyrtar të produksionit, fotografinë e tij me mbishkrimin e madh përjashtohet në gara. Pa asnjë koment, pa asnjë emoji, pa asnjë sqarim. Vetëm imazhi. Një veprim minimalist, por që u interpretua menjëherë në mënyra të ndryshme nga ndjekësit. Shumë e pan këtë si një gjest ironik, një mënyrë për t'i kthyer përgjigje produksionit pa hyrë në detaje. Të tjerë menduan se ishte një reagim I ftohtë, I kontrolluar, që linte të kuptojë se historia nuk kishte mbaruar ende. Në botën e mediave sociale, hashtag shpesh flet më shumë se fjalët dhe ky veprim I Kristit dukej si një deklaratë më vete. Por drama mori një tjetër kthes vetëm pak minuta më vonë. Sipas raportimeve, Instastory u fshi shumë shpejt. Aq shpejt sa disa ndjekës arritën ta kapnin me screenshot, ndërsa të tjerë mbetën vetëm me rrëfimet e atyre që e kishin parë. Ky detaj I vogël e shtoi edhe më shumë misterin. Pse ta postosh dhe ta fshish menjëherë? A ishte një reagim impulsiv, I bërë nën efektin e emocioneve të momentit? Apo ishte një mesazh I qëllimshëm, I lënë enkas për pak minuta për të krijuar shurm? Në rrjet, teoritë nuk mungojnë. Disa aludojnë për presione të mundshme nga produksioni. Të tjerë mendojnë se ai mund të ketë zgjedhur të ruajë heshtin për arsye kontraktuale, duke mos dashur të rrezikojë pasoja ligjore. Ka edhe nga ata që besojnë se kjo ishte një strategji e menduar mirë për të rritur vëmendjen dhe për të mbajtur publikun në pritje të një interviste apo deklarate më të plotë. Përjashtimet nga Big Brother VIP Albania kanë qenë gjithmonë momente kulmore, por rasti I Kristit duket se ka prekur një nerv të ndjeshëm të publiku. Ndërkohë, fansat e Kristit janë ndarë në dy kampe, ata që e mbështesin pa kushte dhe kërkojnë transparencë, dhe ata që besojnë se një vendim I tillë nuk merret pa arsye serioze. Debatet janë të zjarrta, komente të shumta, ndërsa hashtagët me emrin e tij vazhdojnë të qarkullojnë. Pyetja që mbetet pezull është, a do të flas Kristi hapur? Shumë presin që ai të japë një intervistë ekskluzive, ku të tregojë versionin e tij të ngjarjes. Të tjerë mendojnë se ai mund të zgjedhë një rrugë më të heshtur, duke e lënë kohën të bëjë të vetën. Një gjë është e sigurt, përjashtimi I tij ka rikthyer vëmendjen maksimale te spektakli. Kurioziteti është rritur, diskutimet janë shtuar dhe publiku është më I angazhuar se kurrë për të ndjekur zhvillimet e radhës. A ishte reagimi I tij një ironi e hollë? Një revolt e përmbajtur? Apo thjesht një moment spontan që u pasua nga pendesa? Përgjigjet pritet të vinë në ditët në vijim. Deri atëherë, rrjetet sociale do të vazhdojnë të zjenjë, ndërsa misteri rreth zarfit të zi dhe largimit të Kristi Lamajt mbetet një nga temat më të nxehta të momentit. Një moment shumë dramatik dhe I papritur ka ndodhur brenda shtëpisë së Big Brother, ku një zarf I zi ka mbërritur për Kristin, duke krijuar menjëherë tension dhe ankth mes të gjithë banorëve. Siç dihet, zarfi I zi është gjithmonë shenjë e një vendimi të rëndësishëm dhe zakonisht lidhet me shkelje serioze të rregullave të shtëpisë, prandaj atmosfera u bë menjëherë e rënë dhe plot pasiguri. Banorët janë mbledhur të gjithë në ambientin kryesor, duke pritur me kurreshtje dhe frikë për të mësuar përmbajtjen e zarfit. Në fytyrat e tyre dukej qartë shqetësimi, pasi askush nuk e dinte se çfarë vendimi ishte marrë dhe sa serioze ishte situata. Heshtja në shtëpi ishte e thellë dhe tensioni rritej çdo moment. Siç duket, këtë herë ishte Brikena ajo që mori zarfin e zi dhe u ngarkua ta lexonte para të gjithë banorëve.
Me një ton serioz dhe me emocione të dukshme, ajo filloi të lexonte mesazhin që vinte nga vëllai i madh. Teksa fjalët e saj dëgjoheshin në ambient, banorët e tjerë ndiqnin me vëmendje çdo detaj. Në përmbajtjen e zarfit thuaj se Kristi kishte thyer rregullat e shtëpisë, një shkelje që konsiderohej e rëndë dhe e papranueshme brenda lojës. Teksa Brikena vazhdonte leximin, atmosfera në shtëpi u bë edhe më e tensionuar dhe emocionet u rritën ndjeshëm. Sipas vendimit të bërë publik, për shkak të kësaj shkeljeje të rregullave, Kristi do të eliminohej menjëherë nga gara. Ky vendim i papritur ka tronditur banorët, pasi eliminimi i drejtpërdrejtë përmes zarfit të zi është një nga ndëshkimet më të forta që mund të merret në shtëpi. Pas leximit të zarfit, në shtëpi mbizotëroi heshtja. Disa banorë u pan të habitur dhe të tronditur nga lajmi, ndërsa të tjerë dukeshin të shqetësuar për pasojat që kjo ngjarje mund të kishte në rrjedhën e lojës. Reagimet ishin të ndryshme, por të gjithë ndjenin peshën e momentit. Kristi nga ana e tij u përball me vendimin dhe kuptoi se rrugëtimi i tij në shtëpi kishte marrë fund. Momenti ishte i mbushur me emocione, pasi eliminimi i menjëhershëm është gjithmonë një situatë e vështirë për çdo konkurrent. Banorët e tjerë e pan situatën me seriozitet, duke reflektuar mbi rëndësinë e respektimit të rregullave. Kjo ngjarje ka ndryshuar menjëherë atmosferën brenda shtëpisë, duke i bërë banorët më të kujdesshëm për sjelljen dhe veprimet e tyre. Zarfi i zi shërbeu si një paralajmërim i fortë për të gjithë se rregullat e lojës janë të qarta dhe çdo shkelje ka pasoja të rënda. Largimi i Kristit pritet të ndikojë edhe në dinamikën e lojës, duke ndryshuar marrëdhëniet mes banorëve dhe balancat brenda shtëpisë. Aleancat mund të ndryshojnë, strategjitë mund të rishikohen dhe tensionet mund të rriten edhe më shumë pas këtij vendimi. Ndetet për t'u parë se si do të vazhdojë gara pas këtij eliminimi të papritur dhe si do të reagojnë banorët në ditët në vijim. Një gjë është e sigurt, momenti i zarfit të zi ka sjellë emocione të forta, dramë dhe tension, duke treguar edhe një herë se brenda shtëpisë çdo gjë mund të ndryshojë në çdo moment dhe se rrugëtimi i çdo konkurrenti varet nga respektimi i rregullave dhe vendimet e lojës. Një përplasje e fortë ka ndodhur në shtëpinë e Big Brother Albania, ku Rogerti ka shpërthyer me akuza dhe fjalë të rënda ndaj Mateos, duke krijuar një situatë shumë të tensionuar mes banorëve. Debati ka nisur gjatë një bisede të zakonshme, por shumë shpejt është kthyer në një konflikt të ashpër, me tone të larta dhe emocione të forta. Gjatë debatit, Rogerti ka ofenduar rënd Mateon, duke i quajtur atë kopil dashurie dhe duke thënë se ai nuk ka fare respekt për veten. Me një ton të ashpër dhe të zemëruar, Rogerti është shprehur se Mateo nuk di të sillet si duhet me njerëzit dhe se mënyra e tij e lojës tregon mungesë karakteri dhe sinqeriteti. Ai ka shtuar gjithashtu se, sipas tij, Mateo nuk do të fitojë kurrë respekt nga banorët apo publiku nëse vazhdon me të njëjtën sjellje. Mateo është përpjekur të ruajë qetësinë në fillim, duke mos reaguar menjëherë ndaj provokimeve, por situata është tensionuar gjithnjë e më shumë ndërsa Rogerti vazhdonte me akuzat e tij. Banorët e tjerë kanë mbetur të habitur nga fjalët e rënda që janë përdorur dhe disa prej tyre kanë ndërhyrë për të qetësuar situatën dhe për të shmangur për shkallëzimin e konfliktit. Rogerti ka vazhduar duke thënë se Mateo përpiqet të krijojë një imazh të rrem brenda shtëpisë dhe se ai sillet ndryshe para kamerave dhe ndryshe me banorët. Sipas tij, kjo është arsyeja pse ai nuk e respekton Mateon dhe nuk beson në lojën e tij. Ai thekson se respekti fitohet me sjellje dhe veprime, jo me fjalë apo strategji sipërfaqësore. Nga ana tjetër, Mateo më pas ka reaguar duke i kundërshtuar akuzat dhe duke thënë se ofendimet personale nuk kanë vend me lojë. Ai është shprehur se Rogerti po përpiqet ta provokojë dhe ta ulë përpara të tjerëve, por se ai nuk do të bjerë në të njëjtin nivel. Mateo ka theksuar se çdo banor duhet të mbajë përgjegjësi për fjalët dhe veprimet e tij. Debati mes tyre ka krijuar një atmosferë të rënduar në shtëpi, ku tensioni është ndjer edhe nga banorët e tjerëve. Disa prej tyre kanë diskutuar më vonë për situatën, duke thënë se konfliktet e tilla mund të ndikojnë në marrëdhëniet mes banorëve dhe në rrjedhën e lojës. Kjo përplasje duket se ka thelluar rivalitetin mes Rogertit dhe Mateos, duke e bërë marrëdhënien e tyre edhe më të vështirë. Tensionet mes tyre pritet të ndikojnë në dinamikën e shtëpisë në ditët në vijim, ndërsa mbetet për të parë nëse ata do të arrijnë të qetësojnë situatën apo nëse konflikti do të vazhdojë të përshkallëzohet edhe më tej.
Selin ka zhvilluar një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me Mateon brenda shtëpisë së Big Brother, ku ka shprehur hapur mendimet dhe ndjenjat e saj për disa nga banorët, duke krijuar një moment që ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve. Gjatë kësaj bisede, ajo është treguar shumë e drejtë për drejtë dhe nuk ka hezituar të flasë për marrëdhëniet e saj me banorët e tjerë dhe për mënyrën se si sheh ata në lojë. Në një moment të bisedës, Selin është shprehur se nuk dëshiron ta marrë inat mirin dhe se nuk ka qëllim të krijojë konflikt me të, por sipas saj, ai shpesh sillet në mënyrë të pamenduar dhe bën gabime që ndikojnë negativisht si tek vetja e tij, ashtu edhe tek marrëdhëniet me të tjerët. Ajo është shprehur se disa nga veprimet e tij e bëjnë të duket i paqartë në lojë dhe se shpesh nuk mendon për pasojat e vendimeve që merr. Selin i ka thënë Mateos se sjellja e mirit e bezdis dhe se nuk arrin të krijojë një lidhje të mirë me të. Ajo ka shpjeguar se nuk e pëlqen mënyrën si ai reagon në situata të ndryshme, duke shtuar se shpesh ai vepron pa logjik dhe kjo e bën të vështirë komunikimin mes tyre. Megjithatë, ajo ka theksuar se nuk dëshiron të krijojë armiqësi apo tension të panevojshëm në shtëpi, por thjesht po shpreh mendimin e saj personal. Gjatë bisedës, Selin ka folur edhe për mënyrën se si marrëdhëniet mes banorëve ndikojnë në lojë. Ajo i ka shpjeguar Mateos se në një ambient si ai i shtëpisë, ku të gjithë jetojnë bashkë 24 orë në ditë, çdo sjellje dhe çdo reagim ndikon në atmosferën e përgjithshme. Sipas saj, është shumë e rëndësishme që banorët të jenë të kujdesshëm në komunikim dhe të tregojnë pjekuri në situata të vështira. Një pjesë tjetër e rëndësishme e bisedës ka qenë momenti kur Selin ka folur hapur për pëlqimet e saj personale. Ajo i ka treguar Mateos se nuk ndjen asnjë tërheqje ndaj mirit dhe se nuk e sheh atë në mënyrë romantike apo emocionale. Përkundrazi, ajo ka pranuar se i pëlqen shumë më tepër Gimbo, duke theksuar se ndihet më mirë kur bisedon me të dhe se e vlerëson karakterin dhe mënyrën e tij të sjellurit. Selin ka shpjeguar se tek Gimbo i pëlqen qetësia, mënyra e komunikimit dhe energjia pozitive që ai transmeton. Sipas saj, ai duket më i sinqertë dhe më i drejtpërdrejtë në marrëdhëniet me të tjerët, gjë që e bën atë më tërheqës në sytë e saj. Ajo shtoi se ndihet më rehat dhe më e kuptuar kur kalon kohë me të. Mateo e ka dëgjuar me vëmendje Selin gjatë gjithë bisedës, duke reaguar me qetësi dhe duke i dhënë asaj mundësinë të shprehë lirshëm mendimet e saj. Ai ka tentuar të kuptojë këndvështrimin e saj dhe ka diskutuar me të për mënyrën se si marrëdhëniet personale mund të ndikojnë edhe në strategjinë e lojës. Të dy kanë folur edhe për faktin se në një format si Big Brother, ndjenjat personale shpesh përzihen me strategjinë, duke e bërë lojën edhe më të komplikuar. Ata kanë rënë dakord se është e vështirë të ndash emocionet nga loja, sidomos kur jeton në një ambient të izoluar dhe në presion të vazhdueshëm. Selin ka shtuar gjithashtu se dëshiron të jetë e sinqertë me veten dhe me të tjerët, duke mos fshehur mendimet apo ndjenjat e saj. Ajo theksoi se preferon të jetë e drejtpërdrejtë sesa të shtiret apo të krijojë situata të rreme vetëm për strategji. Biseda mes tyre ka vazhduar edhe me diskutime për atmosferën në shtëpi, marrëdhëniet mes banorëve dhe tensionet që krijohen çdo ditë. Selin është shprehur se dinamika mes banorëve ndryshon vazhdimisht dhe se çdo ditë sjell situata të reja që ndikojnë në mënyrën se si ata e shohin njëri tjetrin. Ajo ka theksuar se komunikimi i hapur është shumë i rëndësishëm për të shmangur keqkuptimet dhe konfliktet, por ka pranuar se jo të gjithë banorët reagojnë njësoj ndaj kritikave apo mendimeve të ndryshme. Kjo bisedë mes Selin dhe Mateos ka krijuar diskutime edhe mes banorëve të tjerë, pasi deklaratat e saj për mirin dhe pëlqimin për Gimbon mund të ndikojnë në marrëdhëniet dhe dinamikat brenda shtëpisë. Situatat të tilla shpesh ndryshojnë balancat dhe krijojnë aleanca ose përçarje të reja. Ndërkohë, mbetet për t'u parë se si do të reagojnë banorët e përfshirë dhe nëse kjo bisedë do të ndikojë në marrëdhëniet e tyre në vazhdim. Një gjë është e sigurt, emocionet, mendimet personale dhe strategjia vazhdojnë të përzihen në mënyrë të fortë, duke e bërë atmosferën në shtëpi gjithnjë më intensive dhe plot surpriza.